Kjo zonjë qeshur dhe komunikueshme, të cilën shumë kush e ka parë të jetë prezente në debate televizive, quhet Emma Bruci. Të njëjtën qasje elegante ajo e ka edhe në rrjetet sociale, atje ku si psikologe profesioniste jep këshilla për stresin, ankthin e depresionin. Do të qëndroj tek stresi, qëndrimi i gjatë nën stres, çfarë na sjell. Por çfarë lidhje ka me psikologjinë kjo zonjë kaq mediatike? Këtë do ta mësojmë pasi të marrim më shumë informacion për të dhe sigurisht ta njohim edhe më mirë. Në përgjigjen zyrtare që morëm nga urdhri i psikologut, na u bë me dije se ajo nuk është antare pranë këtij institucioni, dhe rrjedhimisht asnjë individ, qoftë në sistemin publik apo privat, nuk mund të ushtrojë profesionin e psikologut pa qenë antar i urdhrit dhe pa qenë i pajisur me licencën përkatëse e cila lëshohet po nga ky institucion. Gjithashtu vërehet se në NIPT-in e regjistruar më 6 mars 2025, zonja operon në konsulenca, trajnime, ekspertiza në menaxhim projektesh dhe shërbime psikologjike, ndërsa adres ka shënuar shtëpinë ku ajo banon. Fundja, asgjë të keqe nuk ka të punosh nga shtëpia. Miliona njerëz çdo ditë nëpër botë bëjnë smart working. Mirë po, a është kjo adresa e saktë ku zonja zhvillon seancat psikologjike, apo është një adresë fiktive? Bashkëpunëtorja jone e infiltruar si paciente komunikon me të duke lënë takim pranë stacionit të urbanit në zonën e Alidemit. Me sa duket, zonja i respekton aq shumë klientët e saj sa që dele i pret në rrugë për të shkuar më pas në studion e saj. Por këtu na vjen zhgënjimi i parë, sepse psikologja përdor si studio një ambient tepër interesant, lokalin e lagjes. Për sa një zyrë, Shqipëria nuk është aty duhet në psikologji, por edhe sikur të jetë. Pamundur që të njerëzit të paguajnë që të nga gjurkastra, tjeri nga lusë në diftu. Shqipëria nuk është aty ku duhet me psikologjinë. Prandaj, ja ku erdhi shpëtimi nga zonja Emma me video call nga lokali i lagjes. Por ka edhe një shkak tepër serioz pse psikologja nuk ka hapur studio. Ja ai krijon një ide, po në qeti, zigun, po shkët të doktor, sepse nuk i dëm kishti këmbës, ka probleme truri, është kullet. Pra, kur ulesh në kafe, përveç zhurmës klientëve dhe muzikës lokale, të ndërpret edhe kamareri në mes të seancës. Terapi rrëmuj me pak fjalë. Arsyeja pse ne duhet të shkojmë në zyrën e një psikologu edhe jo në një kafene, është sepse mbi të gjitha, pacientët tanë ka nevojë për privatësi. Shumë pacientë mund të refuzojnë të ndiqen dhe të trajtohen për shkak të faktit sepse mund të jenë një objekt i bullizimit në momentin që shifen në një ambient të hapur me psikologën e tyre. Pavarësisht kësaj logjike, zonja Emma është e bindur se kafeneja është vendi i dur dhe nis ta ilustroj me shembuj nga ish pacientë saj. Madje bën edhe veprime imituese ndaj tyre. Tu jam ndjeksha një vajzë nga Kanada. Ishte 15 vjeç nga te ilaçe psikiatrie. Edhe ishte kështu. Që mundur atje. Është një si fundi. Ajo kuptoj se do ndoste në një po dhe ta çon janë në zyrë, çfarë do t'i bëj javë në zyrë? Asgjë, normal, por minimumi do ndjej më e qetë, më e sigurt dhe as pak në siklet nga syt kureshtar. Absolutisht që ambienti ku zhvillohet terapia ndikon edhe në nivelin e hapjes së pacientit. Një pacient ndoshta do ta ketë shumë herë më të vështirë të tregojë intimitetin e tij apo çështjet që atë e shqetësojnë në një ambient të hapur krahasuar me një ambient në zyrën e një psikologu. Cili është problemi? goditje në zemër, nuk vlet fle fare gjë. Mund kemi diku të 5-6 muaj që e kam këtë problem, dhimbje koke pastaj, ose ka raste që është dikush duke folur me mua dhe unë që nuk e kam mendjen fare. Përqendrim. Sakt, por kjo s'do të thotë që të shpërqendroheni ju psikologe dhe nga mali me probleme që u parashtroi pacientja, të kaloni te CV-ja juaj. Ne kam filluar si psikologe në botë, kam punuar në Suedi, në Austri, kam mbi 250 psikologjistë në radiofonik shqiptar. Pra jam një personalitet. Mase vëm në dyshim këtë gjë. Ti ke pasur shumë raste të suksesshme. Ja, tani kisha një nga uqini, jam shumë mirë. Ta shkruaj një mesazh, jo s'dua të më dalë emri, pa e. Në këto qaste, pacientja kupton që psikologes po i humbet pak filli dhe kërkon të rikthehet te problemi i saj. Më shumë, mos ti kem këto ata. Se duhet mesazh, sepse mesazhi informon ty. Pra mesazhi informon tjetrin, ti bën mirë për njerëz. Pra ajo Miranda që shkruaj te dhe në lëndje.
Për 2 muaj e gjysmë sa mirupafshim anëse që ishte në gradën e 3. Shihet që zonja Ema e ka ndarë mendjen të mbaroj leksionin për rëndësinë e të shkruajturit mesazh falënderimi ndaj saj, si dhe të vijojë të përmend emra, profesione dhe adresa pacientësh. Sepse mesazhet që vetë psikologja u kërkon atyre janë një zinxhir i mirë menduar marketingu, pasi në fund të fundit ajo nuk është bamirëse, por një psikologe që merr pagesën për shërbimin që kryen. Tani unë kam filluar dhe me shkruaj, kam edhe 2 zvicerat, po trajtoj vetëm nga Miranda, se u shërua Miranda, edhe e pa në gjendjen e Miranda, se njëni Miranda, dhe shumë vite, dhe ajo shkroj t'ja të mesazhin. Miranda, nëse na sheh, kjo është psikologja jote që të përmend ty lart e poshtë nëpër tavolina. Por nuk mbaron këtu, sepse më pas zonja Ema vijon të tallet me ish pacientët e saj të parë si muar mirë. Ata që kam duan se tash me zorë si të mjeti, ose dhe shkruajnë shgaravina që si më vjetë të ta pjesë, shkruajnë apata që të vjerësh. Po që ishte i zotri se më kështë shkruajnë një mesazh i shtetë me shpirë. Po as i fjalë se kishë në rregull, të tëra kishte gabim shkruajnë, por më dela i mesazh, s'kam shkolla 8 vjeçare. Kjo po që është seancë, biseda personale, përgojim pacientësh, përgjigje telefonatave, ndërkohë që ora ecën, natyrisht edhe pagesa. Sidoqoftë, një e mirë nga telefonata erdhi, e ktheu psikologe në problemin e vajzës që ka përballë. Sapo pacientja nis të shpjegoj edhe një herë problemet e saj, një tjetër telefonat, kësaj here më e rëndësishme, e ndërpret seancën. Alo, mirë, gjo, do takohemi bashkë. Mbas drekës, se jam e zënë, ora 2 gjysmë. E si të mos mjaftonte telefoni psikologes, ja ku vjen edhe kamarieri, megjithse nuk ndërpreu ndonjë gjë të madhe, sepse vetëm seancë psikologjike që nuk po bëhet aty. Dalem pak a shumë historinë. Po, patjetër, dua të shpërbyes edhe për vjet për shëndet. Pra, sidomos kur bie qetësi, kam atë Gjonë, që e gjyhtje të duar të vetërme. Pro, jam të gjithë drinë. Dhe të bje kokska. Spina më dhem shumë. Olimi e stomakë, spina. Pra ndjekje. Ke problem me ullimin e shpesh? Po. Se pasur të shumë një natë. Jo, nuk i kam pasur. Dhe tani, vëmendje, do japim verdiktin. Tere, me këto që ne, funksionemi në fazën e dyta. Koha që i duhet një terapisti për të arritur në diagnozë dhe pastaj në trajtimin e mirëfillt të pacientit mund të zgjasë edhe disa seanca pa një shkak kryesor. Nuk mjaftojnë absolutisht 10 apo 15 minuta, Nga të cilat 2 era telefoni, 2 herë erdhi kamarieri dhe 7 minuta u fol për historitë e pacientëve të tjerë. Ka raste që për të arritur deri tek diagnoza apo shkaktari i gjendjes së pacientit mund të nevojiten 10 apo 15 seanca. Nga që shumë problematika ngjajnë me njëra tjetrën, kërkohet dhe një diferencim diagnoze që mund të kërkoj edhe kohën e vetë për të dalë në përfundim. Përfundimet tona dalin hap pas hapi. Kam edhe shumë nerva, me atosën shpejt, bëhet dritë. Nuk është e thënë që të vijoj qetë kjo seancë, sepse dridhja e telefonit është më e rëndësishme se dridhja e pacientes. Përshëndetje Majlunda. Si jeni me shëndet? Lachet, si qamë, nuk janë qërës, për ta të mos mendot, Psikologi që i kujton pacientes vetvrasjen dhe hedhjen nga penxheria, pa dal nga goja e kësaj të fundit. Një lloj sikur në shtëpinë e të varurit të përmendet litari. Kurse ajo jo vetëm që e përmend, por nis të imitojë të tallë pacient që mund të trajtohen me mjekim për shëndetin mendor. Me frymë për nuk jetoni. Si u fa, nuk di ku je vajza në Gjermani, do ta hedhë mesazhin. Unë bisop për këtë atuar flinte, e zuri gjuhë. Edhe ishte Diego Fristrau, grada 3 edhe qenë gjuhë, nuk zjo. Në pirë truj. Sërish informacion privat mbi pacientët. Një diskutim i panevojshëm dhe as pak profesional. Por nuk mbaron këtu sepse thashë themet në lokalin e lagjes vazhdojnë. Një grua këtu me erë kështë në Siza. E të anësim shikim të kurdu, kishë marrë në Siza, dhe sa ka më të Siza, ta po ta shishë shoparë. Që bëjzojnë Siza, ta se s'ke përnë në Siza. Situata po bëhet shumë e mërzitshme për pacienten, e cila nuk po duron dot më. Ora e seancës po përfundon, por vetëm për shëndetin e saj nuk po flitet. Pra më sugjeron. Do marrim një produkt organik.
cili shqen. Mund ta marrë informacion. Jo, nuk ta marrësh me porosi. Psikologja po bëhet gati të jap kurën pacientes, ndaj këtu duhet sqarojmë diçka tepër të rëndësishme. Urdhri i psikologut sqaron qartë se përshkrimi i mjekimit është kompetencë vetëm e mjekut specialist. E gjithë puna e një terapisti konsiston tek komunikimi me pacientin dhe ndjekja e progresit seancë mbas seance. Në asnjë mënyrë, një psikolog nuk mund të përshkruaj në recetë apo dhe në propozimet e veta integrator, vitamina, aq më tepër medikamente, sepse në kurrikulun e tij të formimit profesional nuk ka bërë një specializim qoftë edhe në master shkencor për çfarë një mjek në diferencë me të ka formimin për të qenë ai që përshkruan. Por kjo që sapo dëgjuat nga dy specialistët e fushës nuk do të thotë asgjë për psikologën tonë. Gjermanët e kanë thënë, ne këtë produkt do ta përdorni për të rikthyer në tonë, për të larguar mendimet e ndryshme. Ilaçi i lumturisë vjen nga Gjermania dhe pioneren e ndryshimit e kemi përballë. Do ta përdorni me dozë më të lartë. Por nuk ka gojë, shpejt shishe për një bën 100 milion. Çmim kreti arsyeshëm në këmbim të lumturisë, por edhe për të luftuar pandeminë. Pandemia që u vrani, që vdiqën nga pandemia, nuk që lanë, 90% e njerëzve nga Provoni pak ta imagjinoni nëse vajza që kemi dërguar atje do të ishte vërtet një paciente që vuan nga ankthi. Kjo mund të zhvilloj akoma më shumë frikën tek pacientët me gjendje ankthi. Thuaj se çdo pacient që drejtohet tek një psikolog për gjendjen e ankthit, shkojnë në zyrën e psikologut në momentin që fillojnë të kenë frikë nga vdekja. Janë simptomat që ata përjetojnë që i bëjnë të jenë të frikësuar se diçka nuk shkon me shëndetin e tyre të përgjithshëm. Themi pak të ajo kura metabolike. Ka 3 shishe, qanda, stomak, përdor, urinare. Ka një shishe të madhe me 300 gramë. Janë minera. Shumë studime kanë treguar që personat që vuajnë nga ankthi apo nga depresioni kanë nivele të ulta të magneziumit, të vitaminës D, ndoshta ndonjë çrregullim të tiroides dhe ne për të qenë të sigurt që pacienti jon në faktorët biologjik është totalisht i shëndetshëm, i referojmë analizat përkatëse. Nëse në bazë të analizave pacienti jon ka një problematik të caktuar, detyra jon është ta orientojmë tek specialistët e problematikës që pacienti ynë mund të ketë. Psikologja jo nuk ka nevojë për këto burokraci të panevojshme. Ajo i njeh të gjitha specialitetet e mjekësisë. Thënë shkurt, edhe kur nuk e ke një infeksion, duhet i marrësh ilaçe. Që ti kesh në barkë se kur si dihet, ti bëjmë prit infeksioneve, ti kapim në befasi. Unë vërej që i gjithë qëllimi i bisedës shkon drejt qëllimit fundor të zonjës për të propozuar atë që duhet të japi. Nuk mund të luash me një mendje njerëzore, e cila të ka besuar verbërisht, e cila të ka bërë pikë referimi, të quan profesioniste, ka varur gjithë shpresat e shërimit të ti dhe ti të manipulosh kaq keq mendjen për një qëllim që për mua është shumë e ulët. Është një burë e forë, e cila në ndonë që kërëm la muaj, të të do japi drita të se je pak trajtu. Për një muaj, do dalin drita i shitet, papa. Do, të gjitha të din me porosit e të rasti, do të nëftorë, do t'i marrë telefon. Je e lidhur do me thënë me kompaninë atje dhe... Pra, tani u sqaruam. Biznes, përqindje, përfitim. Është 100%. Unë kam frikë. Po trajtoj tash edhe 10 vjeç, edhe 12 vjeç, edhe 15 vjeç, edhe 17 vjeç, me 100 vjeç. Të gorish njerëz vinë të ndryshëm, të vinë bebe qolla. Deri në këto moment e kemi trajtuar si një person delirant që përfiton nga hallet apo dhimbja e pacientëve. Por tani po e shohim si një person tepër të rrezikshëm që mund të shkaktoj dëme të pariparueshme tek pacientët, sidomos tek të miturit. Formimi i ne psikiatrëve, po dhe i psikologëve është shumë i ndarë për fëmijë dhe adoleshent dhe për të rritur. Nisur nga kjo e
edhe propozimet për të ndihmuar trupin janë shumë specifike. Ne mjekët kërkojmë një sër analizash për të hulumtuar në çfarë mund të jenë problematika të ngjashme. Dhe një psikolog shumë mund ta drejtojë klientin e vet tek mjeku i familjes, por jo për t'i propozuar mbi çfarë ai mendon dhe gjykon e aq më tepër për ta përgjithësuar propozimin e saj sipas moshës. Nëse deri më tash ju folën për shkelje të privatësisë së pacientëve, ajo që do të shihni tani ka përcen çdo limit profesional. Shiko kartat e identitetit, e shiko? Jam bërë pjesë. Ja djali, për shembull, në Gjermani, tani historia. Kartën ata janë. Themeli i punës së një psikologu ndërtohet tek sekreti profesional. Çdo pacient që ndjek seancat në një psikolog duhet të jetë totalisht i mbrojtur për identifikimin e tij. Ka raste kur motra apo vllai mund të ndjekin seancat tek i njëjti psikolog dhe askush nuk e di për njëri tjetrin. Deri këtu arrin konfidencialiteti që duhet të ruaj një terapist për pacientët e vet. Seancës së terapisë, nëse do të guxojmë ta quajmë seancë, ka ardhur fundi dhe psikologja kujtohet ta pyes pacienten për diçka intime. Jo, për momente. Më përpara, ke qenë? Po, kam qenë për ne më kanë ardhur këto simptoma. Ai i tratoi me vajzën e tij. Ajo të ka bërë dhe një gjyshëm keqe të ka smur, të 4 letër, të sëmuri ma. Turp, vërtet shumë turp. Pas një ore seancë, u deshëm vetëm 2 minutat e fundit që kjo zonjë, psikologe pa dokumenta, të mësonte hallin e vërtet të vajzës. Por tashmë është vonë dhe koha ka mbaruar, prandaj më jepi çika ato lekët i mua. Dëmet që i shkaktohen pacientit në momentin që nuk merr trajtimin e duhur në asnjë aspekt të tij janë të shumta. Tek pacientët që janë trajtuar në mënyrë të gabuar, është parë se është akoma më i vështirë trajtimi sepse ata humbasin besimin tek psikologjia. Humbet ideja e privatësisë mbi të diskutuarit me psikologun. Si mendon se seanca do të vijë tani? Shëndeti mendor si muskuli ndrydhur me seanca fikse për sa shërohet. Çmimi do jetë i njëjtë, 30. Pasi janë ndarë, zonja Ema i dërgon pacientes kurën dhe çmimin total prej 310.000 lekësh të vjetra. Pyetjes nëse do duhet të konsultohet me mjekun e familjes për analiza dhe alergji të mundshme, psikologja i përgjigjet me një s'kalidhje. Ndërsa kur e njofton se nuk ka mundësi për t'i blerë produktet, gjithçka mund të thotë ajo është vetëm një okay, KLM. Si mundet një nën, një grua që e konsideron veten psikologe, ta mbyll misionin e saj me një paciente duke u mjaftuar me një okay, KLM? Apo mos ndoshta qëllimi real nuk është shërimi i pacientëve, por lekët e seancave apo shitja e atyre produkteve nga të cilat fitohet në një përqindje e konsiderueshme. Dhe kush nuk i blen nuk është më i rëndësishëm për psikologen që nuk ka licencë, që zyrë ka kafenen e lagjes, që lekët i merr pas një faturë tatimore, që vetëm trajnim nuk bën, por merret me përhapjen e historive të tjerëve, deri aty sa u tregon edhe kartat e identitetit. Përshëndetje, si jeni?